Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut Denion Mejdani dhe i Kosovës Florian Çehaja bashkërendojnë qëndrimin e tyre mbi të drejtën e studentëve shqiptar në përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Përmes rrjeteve sociale, ambasadorët shkruajnë se diskutimet me argumente juridike treguan se bëhet fjalë për një të drejtë që buron nga kushtetuta dhe nga ligji për përdorimin e gjuhëve, një drejtë që duhet të gjejë zgjidhje të plotë dhe të qëndrueshme. Ambasada e Republikës së Shqipërisë do të mbetet gjithmonë mbështetëse çdo dialogu që u shërben proceseve demokratike dhe shtetit të së drejtës, shkruan Denion Mejdani. Bashkimi Demokratik për Integrim dënon sipas asaj shkeljet flagranti të ligjit për përdorimin e gjuhëve nga ana e qeverisë. Opozitarja shqiptare deklaron se rasti i fundit ku ministri i shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut Azir Aliu promovoi një mbishkrim vetëm në gjuhën maqedonase është dëshmi e qartë e nënvërkëmbjes së gjuhës shqipe. BDI rikujton se ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë dhe detyrues. Mbishkrimet në institucionet publike duhet të jenë edhe në gjuhën shqipe. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali në mbledhjen e dytë të komitetit monitorues të instrumentit për reforma dhe rritje vlerëson se Maqedonia e Veriut mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj rrugës europiane dhe zbatimit të reformave që sjellin rezultate të prekshme për qytetarët. Ai deklaroi se procesi i integrimit evropian nuk është vetëm një prioritet politik, por një investim strategjik në stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin afatgjat të vendit. Agjenda e reformave është ndruar në një instrument kyç për përshpejtimin e reformave dhe afrimin e vendit drejt Bashkimit Evropian, deklaroi Bekim Sali. Sipas tij, Maqedonia e Veriut është një ndër vendet më të suksesshme në rajon në zbatimin e agjendës së reformave, duke siguruar deri më tani mbi 142 milion euro përmes instrumentit për reforma dhe rritje, ndërsa vetëm në ciklin e fundit të vlerësimit janë miratuar 65.7 milion euro që paraqet shumë në më të lartë të disbursuar në rajon. Nga Sofia, ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Timço Muçunski apeloi se zgjerimi i BE-s është investim strategjik në sigurinë dhe stabilitetin e Europës. Në fjalimin e tij në takimin e ministrave të jashtëm të procesit të bashkëpunimit të Europës Juglindore, shefi i diplomacisë së Maqedonisë së Veriut deklaroi se zgjerimi nuk është më vetëm një proces teknik i anëtarësimit. Sipas tij, ai mbetet një investim strategjik në sigurinë, stabilitetin dhe konkurrueshmërinë e Europës. Për Muçunskin, një Europë e sigurt dhe prosperues nuk mund të jetë plot pa integrimin e plot të Ballkanit Perëndimor. Bota. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, njerësh zëvendës presidente e Komisionit Evropian Kaja Kallas paralajmëron 21 sanksione të reja ndaj Rusisë me synim për të goditur më tej ekonominë që po financon luftën në Ukrainë. Përmes rrjeteve sociale, Kallas tha se Bashkimi Evropian po vazhdoi të forcojë presionin ndaj Moskës. Sipas saj, paketa e re përfshin ngrirjen e përkohshme të kufirit maksimal të çmimit të naftës ruse, si dhe vendosjen në listën e sanksioneve të institucioneve që Rusia i përdor për të siguruar të ardhura dhe për ta anashkaluar masat kufizuese të Bashkimit Evropian. This includes a temporary freeze to its Russian oil price cap and measures against institutions used by Moscow to circumvent EU sanctions, including banks, oil traders, refineries and crypto operators in third countries. Sanksionet do të synojnë bankat, prodhuesit e armëve, tregtarët e naftës, rafineritë dhe operatorët e kriptovalutave në vendet e treta që ndihmojnë Rusinë në financimin e luftës kundër Ukrainës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.